thotë që asnjëri e ken kushtetuar në fakt. Asnjë qytetar i Shqipërisë nuk duhet diskriminuar për asnjë lloj arsye. Dhe është e thjeshtë e ketë garantuar këtë gjë. Kur bëhet një ligj i tillë, atëherë ti e kupton shumë qartë që ky ligj bëhet në fakt jo thjesht për të mbrojtur dikën nga diskriminimi, po në kuadër të një agjende që synon të promovojë në fakt një imazh të caktuar, një kulturë tjetër të caktuar etj etj. Ktu është problemi që kam unë, do të thënë në raport me këtë gjë. Domethënë ti dakord të drejtat e individit bëj çfarë doj me jetën e vet. Por nuk duhet të ketë përpjekje nga ana e shtetit për ta imponuar. Për t'i normuar ata. Për ta imponuar nuk ta imponon dot, po për ta, si thua, për të hap derën promovime ose për ta nxit promovimin e diçkaje dhe mbi të gjitha për ta interpretuar çfarëdo lloj qëndrimi vleror pastaj të opinionit publik si diskriminim ndaj dikujt. Po praktikisht tek përkatësia e shumë fisht kemi të bëjmë me ato që edhe sot në fakt zoti Balla dëgjova në parlamenti thoshte për jam me një familje të varfër, jam në një qytet, jam rome, jam etj. Aulon, më lutem, thuaj një opinion të shkurtër për këtë çështje? Jo të shkurtër, do të jap gjatë, me të thonë drejtën. Okej, mirë, se kemi dhe zgjedhjet dielën e thashë të lirim pak më shumë. Po desha të flas për këtë dhe s'flas për zgjedhjet. M'fal, Aulon, edhe diçka. Unë kam edhe një frikë tjetër që miratimi i këtij ligji në këtë moment fakt s'ka lidhje fare me ligjin, por ka qenë një nevojë të brendshme për shmang vëmendjen nga skandalet e kohëve të fundit. Shiko Marcela, unë isha në protest edhe në mëngjes edhe tani në darkë para se të vija këtu dhe isha një nga folësit, si në mëngjes edhe si në darkë. Jam totalisht kundër këtij ligji që godet mund zemër familjen shqiptare. Sot është bërë një atentat shumë i madh, jo vetëm familjes, njeriut mbi të gjitha, po fëmijëve në radh parë. Gjithë janë prindër, besoj unë, edhe na ndjekin. Dhe turavrapi që bëri qeveria për ta kaluar këtë ligj në mënyrë tinzare, duke i vënë gjumë fillimisht njerëzit që shiko kemi vetëm 2 gjini, por pastaj futi këtë artificën për të deklaruar si i shumë fisht, unë gjykoj që ishte gjëja më e ndyrë që i ka ndodhur popullit shqiptar. Dhe patjetër që kishte rezistencë ditën e sotme, por e shikoj edhe si një ndarje përfundimtare të Edi Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë moment. Sepse politika e Shtetet Bashkuara të Amerikës shumë e qartë për këtë pikë. Urdhri i parë ekzekutiv i presidentit Donald Trump ka qenë që kemi 2 gjini. Në fakt, Zoti vet ka përcaktuar që këtu ka 2 gjini në botë. Kush është Edi Rama që e vendos të gjë pikë pyetje? U lut sot me kartën që na e kërkoi Europa. Kjo është e pavërtetë. Vetëm 2 vende në Bashkimin Evropian e kanë këtë ligj. E ka Gjermania dhe Malta. 25 shtete anëtare të tjera të Bashkimit Evropian, shteta anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë këtë lloj ligji që godet mund zemër fëmijët tanë. Ne fëmijët do ne i marrin çunin, do ne e veshin me fustan nesër, sepse do i thonë që ti je djalë, por këtë e vendos ti brenda trupit tënd mund të jesh një qenie tjetër. Nëpër maternitete do kemi jo më çun dhe gocë, po do kemi thjesht fëmijë, sepse vendos vetë fëmia se ç'a do jetë. Nuk e vendos askush sipas agjendës që këta po bëjnë. Unë gjykoj që Edi Rama është njëri totalisht i kapur dhe këtë e vërtetoi ditën e sotme me miratimin e këtij ligji, se këto deputetët janë deputet kartoni. E kuptoj, po pati dhe një reagim paktën për deklaratën e zotit Berisha. Marcela, shumë le Berishën. Martakos reagoi. Lutem, mos më ngatro me Berishën tani. Po flasim për këtë se këta e kanë votuar. Jo, Berisha ka votuar e kanë fjalën që janë në mbrojtje. Bashkimi Evropian tregoi një lloj mbrojtje. Bashkimi Evropian nuk ka fare lidhje me këtë histori. Tentativa për ta futur në hullit e Bashkimit Evropian që kërcënoi ambasadorin, ambasadori të jetë homoseksual është në punën e vet, s'kemi ne gjë me homoseksualët. Fare. Ke homoseksual cilët janë deklaruar kundër këtij lloji ligji. Që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe këtu në Shqipëri. Po ta them me sinqeritet, sepse ata bëjnë jetën e vet, nuk kanë fare nevojë ata për këtë lloj ligji, sepse është ajo që u tha këtu, është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë që garanton mbrojtjen dhe drejtat e njerëzit, sigurisht edhe para ligjit jemi të gjithë barabartë. Ky nuk është ligj. Kjo është ideologji, dhe të fusësh ideologjin me ligj, unë nuk e di, kjo është diktatura e pakicës që tani është kthyer në tiranike. Po të shikosh të gjithë postimet e atyre që gjoja mbrojnë interesat e LGBT-s, që nuk janë më shumë se 5 persona këtu në Shqipëri, ditën e mbrëmshme kanë qenë njerëz euforik. Kanë thonë që Shqipëria hap kapitull të ri. Ku e din këta që do u votote pro ky ligj? Si ka mundësi? A kemi të bëjmë këtu me një agjendë kompozuar të gjithë tyre njerëzve, të cilët kanë bërshëtuar qëndrimet e tyre? A ke parë një ligj që mazhoranca e kalon komisione dhe thotë do ta rrëzojnë po vetë në parlament? Po patjetër, mos e duhet gjejnë qytetarët. Kishe qytetar sot aty që i bën thirrje dhe po ta garantoj. Marcela, mbaj këtë deklaratën. Njerëz të Partisë Socialiste nuk kanë për të votuar më për Edi Ramën. Ma e mend çapo të them me këtë ligj që ka bë.
Unë kam pa aty njerëz Parti Socialiste sot në protest, dhe janë totalisht irrituar se nuk bëhet fjalë më PSD këtu, nuk bëhet fjalë i djathtë maj, tu bëhet fjalë e do jetën, e do njeriu, e do familjen apo jo. Ky ligj e ndasi me thik shoqërinë shqiptare. Pse nuk e çon për referendum? Është çështje shumë sensitive. Është çështje shumë sensitive. Ta fusin referendum dhe e merr Edi Rama përgjigjen se si do votojnë shqiptarët për këtë çështje. Kjo është çështje shumë e rëndësishme që ne na ndaj herë përgjithmonë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këtu do jemi dhe do e shikoni shumë mirë shuplakën që do marrin këta. Fakti që na shesin pralla tani me historira jo po e do Europa nuk është e vërtetë që e do Europa. S'ka lidhje fare me Europën. Ne jemi shqiptarë, në rast se e do Europa, unë i pari nuk du me hyrë në Europë. Në rast se këta na detyrojnë neve me i çu fëmijët atje. Do dalë fëmija nesër do thotë jam mace. E kuptoti se çfarë do ndodhi? Do kesh tualete në për shkolla për mace, për 4 putrakat. Sepse këta do ne i kthejnë fëmijët kështu. Shiko, ka ndodhur atentatet mëdha në botë, i kanë marrë djalin Elon Muskut, e diti këtë apo jo? Qa do ndodh me fëmijët e shqiptarëve, cilët janë totalisht pa informuar, totalisht manipulueshëm, i kanë marrë njeriu më të pasur të botës, i kanë rrëmbyer djalin, agenda. Kjo është agenda.